Hoxhën Sadat, në fakt e kemi një ekspert të fushës për çështjet familjare dhe kjo është një e veçantë shumë e madhe e tij. Për këtë edhe dua edhe ta shfrytëzoj edhe këtë pjesë të emisionit, jo rastisht është zgjedh kjo pjesë që e ajetit të trajtojmë atë. Dëgjojmë, shohim produktet e punës tij dhe është në vazhdimsi në një detyrë shumë të shejtë e cila po ta dini dhe ta vlerësonin institucionet shtetërore prej atyre që kanë të bëjnë me organet e rendit e deri të ato që janë të sistemit gjyqësor, nëse themi se ata kanë kaq apo kaq lënd në çështjet që kanë të bëjnë me familjen dhe dhunën në familje, me divorcet dhe çështjet e tjera, sado që t'jenë shifrat që mund t'jenë në rritje, Hoxha Sadat është njëri prej më meritorëve që ata numrat të jenë shumë të vogël, që të jenë shumë pak në krahasim me problemet që mund t'jenë. A dini pse? Sepse njerëzit shkojnë, konsultohen, zgjidhin problemet dhe besoj që një përqindje tepër e vogël është ajo që arrin tek organet e rendit dhe tek sistemi gjyqësor për të përmirësuar jetën e tyre. Hoxha jep një kontribut shumë të veçantë, andaj duhet të admirohet puna e tij dhe të vlerësohet.